Nisi në një zyre të ngushtë si një ide e një të nga diaspora akademike, që u kthy në Kosovë për të sjellë një model tjetër të arsimit të lartë. Nga një institut i vogël në vitin 2001, UBT-ja është shndruar sot në një adresë të rëndësishme të arsimit me mijëra student. Kampus modern dhe ekosistem inovacioni që prodhon dhjetra spin-offe e lidh qindra kompani e universitete nga gjithë bota. Në udhëheqjen e profesorit Edmond Hajrizi, UBT-ja ka fituar çmime të rëndësishme ndërkombëtare, ndërsa vetë profesor Hajrizi është renditur ndër liderët më të mirë në fushën e arsimit të lartë në botë. Në këtë intervistë, ai rrëfen se si një ide nisur nga nevoja për arsim të mirë pas luftës, është shndruar një histori suksesi që po ndryshon peizazhin akademik dhe ekonomik të Kosovës. Profesor Edmond, faleminderit shumë për kohën tuaj të çmuar, që sot t'jem së bashku, të ke mundësinë për me bashkëbisedu. Unë isha në vizite ju, po ta mundësinë me po një mrekulli, një shembull ju për Kosovën, po jo edhe për rajonin, po ndoshta edhe për Evropën, se çka keni ndërtu. Unë ju përgëzoj, edhe ju komplimentoj për krejt të arritrat të cilat i keni realizu dhe dëshmu deri më sot. So ka ardhur ideja, profesor, për me fillu, me unis, me kriju një universitet? Ka rrjedh kjo ide në vitet e para, në ato fillimet e para? Unë të falenderoj kryetar për kohën edhe për gjetjen e mundësisë me ardhë me bo një bashkëbisedim edhe me mua, dhe është një respekt edhe një kënaqësi e veçantë kur kryetari Odës merr qasje proaktive me ndërtu një debat dhe një dialog me ndërmarrësit, me njerëz të ndryshëm. Jo është lidhja e karrierës time akademike, do thotë nga tash mbi 30 vite jam pjesë e punës në universitet, dhe gjitha ka qenë gjithë ëndër që të zhvillojnë programe të reja, punime tjera e kështu me radhë, dhe Kosova mas luftës ka qenë edhe si lloj momentumi që me ofru diçka të re që i ka mungu Kosovës mas luftës, gjatë luftës edhe minjar mas luftës, edhe ashtu e kom ndi një farloj përgjithësie që në atë kohë në pata mundësi të zhvillohem mjaft mirë në universitete prestigjioze, në kompani prestigjioze, në praktikat mira, dhe kisha kështu një lloj ndjenje që unë i duhem, mundem, edhe kështu fillova iniciativën. Domethënë iniciativa jame ka lind pikërisht me ndëlidhjen e problemeve që ka pas atë kohë industria mas luftës për të zhvilluar me teknologjitë e reja. Në anën tjetër kishte mungesa në atë kohë, themi drejtën, nuk kishte një shkollë të mirë të biznesit, nuk kishte fare shkollë business school. Mandej kishte mungesë të teknologjive moderne, edukimit, edhe unë arrita që ta krijoj një bashkëdyzim të bashkëpunimeve me Amerikanët, me Evropianët, edhe të krijoj një konsorcium shumë të bukur, ndërkombëtar, në gjuhën angleze, me praktikat më të mira, edhe ta sjellin në Kosovë. Çka shumë e rëndësishme është në aspektin ekonomik edhe ndërmarrësor, me përmend që kjo ka qenë një rritje organike. Organike kupton nga hiqi, nga zeroja, nga një aktivitet, ka lind aktiviteti i dytë, i tretë, i katërt, edhe kështu është rritë. Domethënë, thjesht edhe në aspektin teorik konsiderohet një temë interesante. Unë mundona me argumentu që një iniciativë, një ndërmarrësi në vendet në tranzicion, në vendet në zhvillim, në vendet post-konfliktioze, janë mundësit më të mëdha dhe mundësit, domethënë një lloj greenfield, ku ti nëse je proaktiv dhe merr iniciativa, gjasat për sukses janë shumë më të mëdha. Profesor, duke pas parasysh, siç e thati, që ka fillu prej pikës zero, ose prej hiqit, UBT-ja dhe u zhvillu në mënyrë organike, sa ka qenë sfiduese? Ne e dim që Kosova ka kaluar për tranzicione të ndryshëm, edhe në aspektin ligjor, ku është dashur një bazë ligjore me përcjellë zhvillimin e universitetit, po edhe institucionet tona, sa kanë qenë të përgatitura për me përcjellë zhvillimin e universitetit? Patjetër, unë mendoj që roli jam ka qenë pikërisht si një lloj eksperti, konsulenti, profesori, mentori, trajneri. Domethënë, rolin tim e kam pa pikërisht në një lloj pararenci debateve, siç e ka dhe rol edhe universiteti, për temat të cilat vijnë, jo për ato që kanë kalu apo mbulohen që mund t'i mbuloj. Do thotë thjesht e mundu me u kyç në pikat të cilat kanë qenë të nevojshme, po parakushtet kanë qenë totalisht të pambulume. Nuk kemi pas infrastrukturë ligjore, nuk kemi pas, më kujtohet për shembull, ne folshëm për standardet. Ne flasim për akreditimin, për certifikim, po s'kishim ligj as për standardizim, po çka bëjmë atë? Ne i ndihmojmë ministrisë që ta ndërtojmë, ta dizajnojmë, ta rregullojmë ligjin
simbas praktikave evropiane. Mande shkojsha mbajsha trajnime edhe natyrisht pa pagesë te Instituti i Shëndetit Kombëtar, me tregu se si akreditohet një laborator. Pa marrë parasysh që nuk ishte trupa akreditues, po ata të kenë informacionet se cilat janë kriteret, rregullat që një laborator të jetë i besueshëm dhe të punon mbas këtyre standarde. Cilat janë ato standarde, çka përmbajnë ato standarde, e kështu me radhë. Më kujtohet në 2010 profesor, kur ishëm bankë botërore, fillet e para kur u bënë antar, bankës botërore ka qenë që investime më i mirë në një vend bëhet në human resources, në burime njerëzore, kur i zhvillon. Unë gjithmonë thëmë pa dyshim që zhvillimi ekonomik o të prodhimi, të produkti mirë, po për ma shumë si kryetari i odës ekonomike shoh zhvillimin ekonomik të studenti dhe të studentet. Tash unë po ta mundësin me pa që ti ke kriju këtë një ekosistem brenda kampusit UBT-s. Tani ke zhvillu dhe sistemin PES, po, që është ma dëshma, mirë po unë nuk besoj që dikush e ka në rajon këtë sistem, të cilin e keni zhvillu jo. Si e shef ti tarmën e trive, faktikisht se ka kem shumë tri dhe treja që janë shumë mirë të dukum, edhe në qofë se shofën për shembull të tregtia me madhura, na kem deficit, ma shumë importojmë se eksportojmë, mirë po të shërbimet kem suficit, që këto pikrisht duhet kjo meriti adresohet pikrisht trive dhe trejave. So she kapacitet të tri dhe trejat sot për tarmën e këtina vendit? Çka i kishe rekomandu, çfarë mesazhi ju kishe dhënë trive, që a me qëndru në Kosovë, apo me po vetën jashtë Kosovës? Unë jam një person që i kom kalu ciklet të cilat po flasëm. Në spari kom kry studimet të kom angazhu në punë, kom shku jashtë vendet, kom vazhdu studimet, kom punësu, kom marrë shtetësinë, jam kyç në universitet në kompani të ndryshme, dhe mandej gjithë ato i kom lënë dhe i kom kthy vendet, jo vetëm në aspektin emocional, që është pashtu shumë i rëndësishëm shpirtënor, sepse është një stabilitet shpirtënor. Nëse nuk ke një stabilitet shpirtënor, e ke shumë vështirë me zhvillu procesin. Domethënë për mua ndjenja me qenë aty ku kom lindur shumë e rëndësishme, dhe besoj shumica e kanë ato. E dyta, mi po këtu ka dhe mundësi dhe potencial të jashtëzakonshëm. Natyrisht nuk e vren kur je këtu, nuk pa bo krahasime me të tjerët, mi po gjatë rrugtimit tim e kom pa që qëndrimi im në një vend tjetër nuk është gjithsesi i nevojshëm me gjeneru vlera ma shumë se sa me qenë këtu. Përkundrazi, unë këtu kom gjeneru vlera ma shumë, po kom punu me ritmin dhe me respektin e punës njësoj si kurajtë. Dhe kom shu një lloj pyetje për vete, nëse punoj njëjtë, respektoj punën njëjtë, përdori veglat e mirëfillta dhe standardet njëjta, çka ndodh në vendet si Kosova? Ndodh mrekullia, ndodh ma shumë fesh se sa jashtë vendet, sepse këtu je mas pari shumë ma i pozicionu mirë, ke je shumë ma i respektum dhe ke energji shumë ma të etablume për me qenë ma proaktiv. Mi po të gjitha janë të lidhura me një parekusht që lidhet me cilësinë e kompetencave, me cilësinë e edukimit edhe me cilësinë e angazhimit. Nëse ti nuk angazhohesh, nuk pozicionohesh me vlera, atëherë natyrisht është shumë ma vështirë, përkundër që nëse shkon jashtë, integrimi, qasja, pozicionimi është shumë ma i vështirë. Profesor, faleminderit shumë. Falenderoj shumë. Faleminderit shumë.